Një 25 vjeçar ka rënë në prangat e policisë pasi dyshohet se ka vjedhur në 3 banesa në bashkinë Vaudejës. Në njoftimin zyrtar, policia bën me dije se specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudejës arrestuan shtetasin me inicialet AP 25 vjeç, banues në Torovic për veprën penale vjedhje, pasi dyshohet se ka kryer vjedhje në 3 banesa në Vaudejës. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudejës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet PG 37 vjeç, pasi u shkapur duke kryer punimin e ndërtimit pa leje përkatëse. Seksioni i krimeve ekonomiko-financiare referoi materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për veprën penale, shpërdorimi i detyrës në ngarkim të shtetasve me inicialet LD 51 vjeç banues në fshatin Kosmaç, GH 24 vjeç dhe shtetasi me inicialet FH 31 vjeç, të dy banues në fshatin Asht, punonjës të OSHE Bushat, pasi këto shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë shpërdoruar detyrën duke u rilidhur disa subjekteve energjinë elektrike në kundërshtim me ligjin, duke mos respektuar procedurën pa urdhër pune. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet OM 28 vjeç, pasi duke drejtuar automjetin e tij në lagjen Qemal Stafa ka goditur këmbësorin, shtetasin e mitur 12 vjeçar dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. 12 vjeçari ndodhet në Spitalin e Traumës në Tiranë, jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Marsia e Madhe referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin me inicialet IH 50 vjeç banues në Koplik, pasi ka bërë kallëzim shtetasja me inicialet DH 67 vjeçe, e cila dyshon se ky shtetas i ka vjedhur një shumë të vogël parash në dyqanin e saj, Butik Robash, që ndodhet në qendër të Koplikut. Në drejtorinë vendore të policisë Shkodër është paraqitur një shtetase 34 vjeçe, e cila ka kallëzuar se në rrjetin social Facebook është hapur një llogari me emrin e saj, në të cilat janë publikuar informacione të rreme, po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.